Organizata e Partisë Socialiste dhe Njësinë Administrative të Shushicës konfirmon në unanimitet të plot që pas orarit zyrtar të punës marrin pjesë në takime dhe mbështesin kandidatin e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri. Kjo organizatë socialiste me drejtues dhe përfaqësues të saj është e qartë në këtë reagim, e se gjithçka vjen për shkak se kandidati Gjiknuri është kandidat që mbulon Shushicën. Kryetari i Njësisë Administrative të Shushicës, Birça Aliaj, është edhe kryetari i Partisë Socialiste të Shushicës. Pas orarit punojmë vetëm për Damian Gjiknurin dhe bëjmë fushat për të, pasi ai është i vetmi kandidat që ka ardhur në këtë zonë për takime. Por organizata e Partisë Socialiste në Njësinë Administrative të Shushicës thekson në reagimin e saj për televizionin 6+ Vlora se janë të gatshëm të presin e të përcjellin edhe të tjerë kandidatë të Partisë Socialiste të listës së hapur që duan të zhvillojnë aktivitete politike dhe fushat në territorin e Njësisë Administrative të Shushicës. Por organizata e Partisë Socialiste në Njësinë Administrative të Shushicës thotë se deri më tani asnjë kandidat tjetër nuk ka ardhur në këtë zonë për fushat. Ata theksojnë se po bëjnë fushat dhe mbështesin kandidatin Damian Gjiknuri, pasi sipas ndarjes së realizuar, ai është edhe kandidati i përcaktuar për mbulimin e kësaj zone e janë të detyruar që ta shoqërojnë të bëhen pjesë e takimeve të fushatës, por kjo nuk do të thotë se ata nuk do të hapin derën për kandidatët e tjerë. Socialistët e Shushicës theksojnë se janë të mirëseardhur edhe kandidatët e tjerë të listës së hapur për të bërë fushatën e tyre në këtë zonë, por deri më tani kjo gjë nuk ka ndodhur.